Ndodhi që edhe bashkëshorti me një aksident humbi këmbën e majt. Po në atë periudhë të asaj mërzijet bashkëshortit kam humbur vllahun e madh, i cili për mua dhe për krejt familjen, po dhe për krejt fshatin ka qenë sikur baba. Do thot ka ndihmu, ka përkrah, ka këshillu si një babë dhe unë edhe sot nuk pajtohna me vdekjen e tij sepse asnjëherë se kam dëgjuar që ka qenë smut. Asnjëherë s'ka pushu, gjithë i kemi thënë ulu se shumë ngarkesë punëve, asnjëherë s'ka pranu. Do thot, është kanë shumë aktiv, e ka desht punën, e ka desht angazhimin, edhe sot ku shkoj, ku punoj, ka pak mirëm tash me kopsht. Se tash veç fëmijët kanë fillu më rritë edhe ai shumë ka punu me kopsht, pavarësisht edhe aktivitetit në punë që është marrë me kredi në finka. E ka desht edhe natyrën edhe punën, sot kur i punoj ato punën më kujtohet edhe nuk është që nuk mërzitëm, po e kam atë kurajën e tij që na ka këshillu gjithmonë vazhdoni. Pavarësisht jetës, sfidave të jetës, ju vazhdoni me punu, vazhdoni me kontribu për komunitetin, sepse ajo dhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin e zamrës është diçka që është e mirë, sepse për krejt sfidave vazhdon me edhe me kontribu për komunitetin, është një farë lloj lehtësimi psikologjik. Ndihmon gjatë rrugtimit, qoftë aspektit profesional, qoftë jetës personale. Më vjen shumë keq, edhe për vllahun, po edhe për bashkëshortin. Aksidenti i bashkëshortit sigurisht i ndryshoi jetën totalisht, një formë tjetër e mënyrës së të jetuarit. Sa ka arrit ai që të jetë po aq i fortë, ndoshta edhe sa ti, edhe të mësohet me një jetë ku do t'ja dal vetë, pa e pasur fort nevojë ndihmën e dikujt tjetër. Vërtet është shumë e rëndë me humb një pjesë trupit në aksident, po megjithatë edhe ai është shumë i fortë, më thonë. Është i pavarur, edhe pse me 2 paterica vazhdon me bo aktivitet në fshat, e ka hap një dyqan të vogël, jo që ka shumë angazhim sepse migrimi e ka bot veten, po në aspektin psikologjik ndihet mirë, vazhdon me ndihmu fëmijëve në detyra për shkak se unë jam në angazhim 8-5 në punë, edhe vazhdon me na përkrah, me na inkuraju që pavarësisht sfidave në jetë, na duhemi me vazhdu drejtimin. Do thot, kam pas një fat edhe në familjen e babës, një familje cila më ka mbështet shumë, pavarësisht krejt aty në sfidave, edhe në aspektin financiar, po edhe në aspektin emocional, sepse aspekti emocional është mbi të gjitha, dhe mbi financat, edhe mbi gjithçka. Edhe njëjtë edhe nga bashkëshorti, sepse natyra femnave është pak më ndryshe, po sot me gjitha këto bara, është barë, edhe në aspektin financiar, me qenë si kryefamiljare, me financa, sa obligimet, sa gjitha këto,